Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Sonte kemi televotimin më të fort të këtij Big Brotherit, unë do ta quaj televotimin e vitit në këtë Big Brother. Nuk ma merr mendja me që do të ketë televotim më të fort se ky, sepse janë dy çiftet më të preferuar të shtëpisë, janë dy çiftet më të dashura të shtëpisë, janë dy çiftet që shtëpisi dhuruan një energji të paparë. Pas një avantazhi që Miri mori në këndin e liderit, tani Miri nuk e dim ne nëse është fituesi publikut apo fituesi produksionit, por në natën në të cilën Miri u zgjot lider, pas gjithë atyre goditjeve, pas gjithë atyre videove të shfaqura, pas gjithë asaj gënjeshtre të madhe që Mirit i doli në paqë, nuk e pranonte që ka ndjenja të zgjidhet edhe lider. Kjo ishte një lojë e produksionit, për mendimin tim, për ta hequr Gimbon nga loja. Do me thënë, Gimbo është duke dal nga loja si Livia. Livia si erdhi një letër, je shumë e mirë, na ke bërë të ndjehemi krenar, arritet të tregosh suksesin tënd, arritet të tregosh vlerën tënde dhe dil nga shtëpia. Dhe Gimbo, do me thënë, e ka po të njëjtin fat siç duket, që do ta heqin nga shtëpia. Televizioni Monitor TV, do me thënë, hapi një sondazh ditën e djeshme, një sondazh që në fakt është i vërtet, një sondazh i cili është me vota të pastra të publikut. Dhe publiku ka votuar me pyetje, ne parashtruam pyetjen cili banor do të largohet nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Pyetja që parashtruam ne ishte kjo: cili nga banorët do të largohet nga shtëpia? Dhe ne kemi nxjerrë të 4 personazhet, ku përfshirë Mateon, Brikenën, Selinën dhe Gimbon. Unë do t'ju shfaq, do me thënë, edhe sondazhin që ne kemi bërë. Dhe banori më i votuar deri në këtë pikë të lojës është Gimbo me 48%, Selin me 11%, Brikena me 21% dhe Mateo me 20%. Tani çfarë ndodhi? Unë mendoj që Miri i tregoi ndjesitë e tij. Nuk është se është penduar për gjëra që i ka bërë, nuk është se ka ndryshuar mendimin për gjëra që i ka bërë. Unë e shoh që Miri ndihet shumë i lumtur dhe krenar dhe happy, dhe tani Miri bëri një matematikë që unë do të nxjerr Gimbon nga shtëpia, sepse Miri e di shumë bukur që Brikena dhe Mateo nuk dalin. Nuk mund të del një çift i cili brenda një dite merr 5 drona, apo mos themi brenda një dite, brenda një ore 5 drona me njëherë. Afrimiteti që ato të dy bëjnë tani, ledhatimet, puthjet, përqafimet, do me thënë i kanë dhënë publikut edhe një dritë tjetër jeshile, që mes tyre mund të ndodhë një diçka dhe ato do t'i mbajnë në shtëpi. Ndërsa, më të rrezikuarit në këtë lojë janë Selin dhe Gimbo, por më i rrezikuari është Gimbo. Dhe prandaj Selina ishte duke luftuar jashtëzakonisht shumë që Gimbon ta mban brenda në shtëpi dhe i fliste që mos e thuaj se unë ndihem krenar dhe jam rahat që dal. Tani, banori që sonte do të shpëton, do me thënë sipas radhitjes, sipas votave tona, është Mateo dhe Brikena, sepse janë me 20 dhe 21%, ndërsa i bie që kok më kok të shkon Selin dhe Gimbo, por nuk ma merr mendja që vllau i madh do ta bën këtë gjën, vllau i madh do t'i përzijë çiftet, do me thënë produksioni do të bën përzierjen e çifteve, dhe për mendimin tim, analizën e lojës që unë kam bërë deri më tani, do me thënë, kok më kok për të martën, ka shanse të shkon Brikena edhe Gimbo. Njëri nga këto të dy, do me thënë, ka shanset që të shkon kok më kok në televotim për të martën. Dua të marr mendimin tuaj.